Importet e Kinës u tkurrën papritur gjatë periudhës janar-shkurt, ndërsa eksportet humbën vrullin, pasi presionet tarifore nga Shtetet e Bashkuara hodhën një hije dyshimi mbi rikombjen e ekonomisë së dytë më të madhe në botë. 2 muajt e parë të vitit panhapen një lufte tregtare SBA-Kin me presidentin e SBA-s, Donald Trump, që vendosi një taks shtesë 10% për mallat kineze, duke argumentuar se Pekini nuk ishte bërë mjaftueshëm për të frenuar rrjedhën e fentanilit. Kjo dha fund përpjekjeve të eksportuesve për të ngarkuar dërgesat përpara kufive, ndërsa prodhimi gjithashtu ngandalsua pasi punëtorët kinez morën pushimet për festivalin e vitit të ri hënor. Sipas analistëve, rënja e importeve sinjalizon se Pekini ka filluar të zvogëlojë blerjet e mallrave kryesore, ndërsa përgatitet për 4 vite të tjera tensionesh tregtare me administratën e dytë të Trump. Rënja e importeve shihet në drithëra, mineralet e hekurit dhe naftë bruto dhe mund të lidhet me planet e Kinës për ndërtimin e rezervave strategjike, shprehen ekonomistët. Kina mund të ketë importuar shumë prej tyre në vitin 2024 dhe duhet të zvogëlojë vëllimin e blerjeve, shtojnë ata. Momenti i eksporteve deri më tani ka qenë një pikë ndritur për një ekonomi që po lufton me besimin e dobët të familjeve dhe bizneseve, të shkaktuar nga një krizë zgjatore borxhet në tregun e pronave. Importet ranë 8.4% nga viti në vit, treguan të premten të dhënat e doganave, duke humbur parashikimin e rritjes për 1% në një sondazh të Reuters. Eksportet nga vendi më i madh prodhues u rritën vetëm 2.3% gjatë së njëjtës periudhë, duke përgënjeshtruar përçmëritë për një rritje prej 5% dhe duke u ngadalësuar nga fitimi prej 10.7% në dhjetor. Ngadalësimi i eksporteve mund të vijë pjesërisht për shkak të rënjes së blerjeve me shumicë në fund të vitit të kaluar për të shmangur luftën tregtare, ndërsa rënja e mprejtë e importeve mund të reflektojë kërkesën e dobët të brendshme si dhe rënjen e importeve për tregtim për punuese, shpjegojnë analistët. Importet e natës pa përpunuar të Kinës ranë me 5% në 2 muajt e parë të vitit, pasi sanksionet e SBA-s mbi anijet që transportonin naftë ruse dhe iraniane hynë në fuqi. Ndërkohë importet e lëndëve të rralla ranë me 24.1% dhe importet e bakrit u reduktuan 7.2% në të njëjtën periudhë.